A i keni ra pishmon, a mendoni që qajo jo duhet ndoshta edhe më bo po për me i shku në takim, edhe me fol e mos me shku edhe në një palë zgjedhje? Jo, nuk kemi pishman, po përgjigjem shumë direkt, sepse është një përgjigje që su bo për, si me thonë, për ngut, as su bo pa një diskutim, as nuk u bo si rezultatin do një nati. Përgjigja jo një jo për mos me shku në takim është fare e thjesht për një arsye, sepse nuk ka ndryshu asgjë nga para zgjedhjeve të 7 qershorit. Pra, zoti Kurti, jo po them, zoti Kurti nuk në kuptimin që zoti Kurti nuk ka ndryshuar asgjë. E kush garanton që nëse shkohet në zgjedhje prapë ndryshon diçka? Jo, që më përfundoj këtë, domethënë, zoti Kurti ka shfaq të njëjtat pritje edhe të njëjtat ambicie mas takimit të parë me zotin Hamza. Çka po pret një me ndryshu Albinia? Ai po do një marrë krejt pushtetet, po do një marrë presidentin, në këto kushte në një dialog që është fars, që është komplet fars, që duket sikur Kurti po përpiqet me ndo pushtetin me opozitin, po fakt nuk e ndon. Ne kemi thonë s'kemi nevojë me marrë pjesë, sepse nuk kemi interesuar për një teatr politik ku vetëm shkohen takime sa me prodhu lajme që i duhen zotit Kurti. Unë mendoj që Albin Kurti është të punu në dy drejtime. Një është me marrë presidentin, nëse nuk e arrin këtë, e çon vendin zgjedhje. Është e sigurt. Kjo është qëllimi i tij. Ose e merr presidentin dhe me këtë e merr krejt institucionet e Kosovës, ndor ose e çon vendin zgjedhje. Ne nuk jemi për asnjërin për këtë variante. As nuk kemi ia dhënë zotit Kurti krejt pushtetin, dhe prandaj nuk shkojmë me negociun një njerëz që don krejt pushtetin. Por nuk jemi as për opcionin tjetër, nuk mendojmë që do të më çu Kosovën drejt zgjedhjeve, prandaj kemi thonë, okay, na atëherë rrim në opozitë, ato që na takon Rolion, ti nuk don më ndo pushtet. Ne rrim në opozit, negocio me tjertë. Ta shohim si do të vijojnë negociatat, po unë nuk besoj që do të ketë përfshim nga ona zotit Kurti.